Qysh janë pritit e PDK-s sot, a pritit që ka me pas edhe me qenë se zgjatë mjaft shumë edhe sa mendoni që ka me shkutu? Unë mund të flas vetëm në emrin tim si Ganimete Musliu, jo në emrin të Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike, ju e dini, e ka zëdhënësin i cili i transmeton qëndrimet e Partisë Demokratike për mediat edhe për qytetarët, po ashtu është edhe kryetari i partisë, ndërsa unë si Ganimete Musliu mund të jap vetëm qëndrimin tim nëse ju duhet juve edhe qytetarëve të cilët po ndjekin live-ket. Edhe sa herë keni me vazhdu si Ganimete Musliu në orë këtu pa ndonjë ndryshim në këto templime? Unë do të veproj konform ligjit edhe Kushtetutës së Republikës Kosovës. Do ta përmbush obligimin tim qytetar që të jem prezente në çdo seancë. Përderisa nuk mvaret prej Ganimete Musliut ndryshimi i këtij pozicionin cilin ka me të shtetit tani. A u bo mjaft, u bo ma shumë se mjaft, a jemi lodhë edhe na dhe ju dhe qytetarë për kësaj gjendje, është e vërtet që jemi lodhë, por nuk mvaret prej neve.